Përshëndetje, sot në studio kemi pedagogen e Universitetit Politeknik të Tiranës, Andronira Burda. Mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjej, është kënaqësi të jem këtu me ju. Faleminderit. Pyetja e parë që kisha sot për juve është se si ishte hyrja e VR-it në Shqipëri, edhe si po vazhdon momentalisht, edhe nëse keni ndonjë projekt që ju mund të ndani me neve. Realiteti virtual në fakt është një teknologji që mund të themi është së fundmi e shohim në terma aplikativ në Shqipëri. Eksperjenca ime parë ose po mendoj të ndaj si jam ndeshur unë me të, ka qenë gjatë një projekti kërkimor që kam zhvilluar në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tek Universiteti Princeton në 2019, pra para se të filloj pandemia. Dhe aty jam njohur me konceptin, jo vetëm me konceptin vetvete, por si të krijohet një realitet virtual, si të krijojmë dhe ta përjetojmë një botë virtuale. Dhe në fakt është shumë e hapur teknologjia që të mundëson ndërtimin. Dhe ne si arkitekt, duke qenë se backgroundi im është në arkitekturë, jemi shumë afër kësaj teknike të modelimit dhe të ndërtimit të realiteteve. Pasi u ktheva nga Amerika, pata mundësinë ose dëshirën, kuriozitetin për ta krijuar për ta risjell këtë eksperiencë tek lënda e komunikimit grafik të avancuar që unë jap mësim në fakultet dhe për t'i dhënë mundësi studentëve që të njihen me avancime teknologjike kur vjen puna te komunikimi grafik. Dhe në fakt fillon gjithmonë prezantimi im me temën që teknologjia është mes nesh. A jemi ne gati? Është vështirë të ndalemi dhe të mbajmë status quo-n kur bota përreth nesh po ndryshon kaq shumë. Dhe studentët duhet të jenë të përgatitur për një të ardhme që vjen. Kështu që kjo ka qenë nxitja kryesore në fakt për ta krijuar dhe për ta përfshirë realitetin virtual edhe në Shqipëri. Vitet e fundit, nga ana tjetër, kam vënë re, ose së paku në këto 2 vitet e fundit, kam vënë re për hapje të realitetit virtual në Shqipëri në kontekstin e muzeografisë. Pra janë një seri muzesh të krijuar së fundmi, të cilët e kanë prezantuar si një komunikim ndaj vizitorit të përjetuarit të realitetit virtual. Dhe kjo është një çështje shumë pozitive, sepse rikrijon, po themi, eksperiencën e vizitorit në muze dhe I jep një element të ri afër përjetimit real të narrativës që muzet kanë dëshirën ose qëllimin vetvete të komunikojnë tek vizitori. Tani, domethënë, e gjitha kjo, por në lidhje me projektet, domethënë, çfarë projektesh ne mund të zhvillojmë me VR, ose a jeni pjesë ju ndonjë projekti që ne mund të zhvillojmë me VR, ose si mund të zhvillojnë të tjerët projekt me VR? Ne jemi të fokusuar tek arkitektura dhe shohim përdorimin e VR në arkitekturë. Jo vetëm të VR, por edhe të realitetit të shtuar, augmented reality ose AR në arkitekturë. Meqense përdorimi I kësaj bote virtuale është I gjerë në fusha të ndryshme. Arkitektura ka specifikat e veta dhe ne si arkitekt kemi gjithmonë dëshirën për të komunikuar sa më afër realitetit projektin ton, iden ton, imagjinatën ton. Por nga ana tjetër nuk ka qenë vetëm kjo nxitja, pra komunikimi I një projekti ose një objekti arkitektonik në vetvete, më shumë se sa ka qenë hulumtimi dhe studimi ose e parë si mjet realiteti virtual dhe bota virtuale, si një element studimi dhe hulumtimi I shtresëzimit të qyteteve. Dhe këtu kanë lindur projektet që ne kemi marrë përsipër që të zhvillojmë. Lënda e vitit 4 të komunikimit grafik të avancuar është e konceptuar si një laborator eksperimental në fakt dhe tematika po bëhen gati 4 vite tashmë, tematika në këtë laborator eksperimental është hulumtimi dhe komunikimi I arkitekturës së humbur. Si një element I cili na ndihmon të kuptojmë atë çfarë nuk ekziston më, arkitekturën ose mjedisin e ndërtuar që nuk ekziston më, apo qoftë edhe atë I cili ka qenë projektuar, por nuk ka mundur dot të realizohet, nuk ka mundur dot të implementohet. Dhe
Për këtë projekt, për hulumtimin dhe komunikimin e arkitekturës së humbur, në fakt ka shërbyer tema ime doktoraturës si nxitje, duke qenë se studimi ka qenë i fokusuar tek format e riparaqitjes grafike dhe hulumtimit të shtresëzimit të qyteteve apo dhe të arkitekturës në vetvete përmes këtij mjeti. Dhe teknologjia dhe avancimi i teknologjisë na e fuqizon aftësinë për të zhvilluar hulumtime të tilla dhe kërkime të tilla në terma të perceptimit, sepse realiteti virtual impakton thellësisht perceptimin. Në momentin që ne zhytemi në një botë virtuale, truri jonë, si një organ biologjik, e ka shumë të vështirë të dallojë realitetin nga virtualja. Pra gënjehet shumë kollaj në momentin që shqisat tona, sidomos shqisa kryesore e të parit, ridimensionohet në direkt. Dhe një arkitekt e ka shumë të zhvilluar inteligjencën hapësinore në vetvete. Kështu që nevoja për të përjetuar të kaluarën, e cila mund të na vi kaq afër, na hap një dritare të re në terma dhe të trurit ton për të hulumtuar marrëdhëniet hapësinore, raportet me hapësirën. Dhe kjo ka qenë elementi kryesor. Kështu që në terma studimor, ne jemi fokusuar dhe kemi ndërtuar një seri nën projektesh në këtë ombrellën e madhe të laboratorit eksperimental të hulumtimit të arkitekturës së humbur, ku një ndër ta është i fokusuar tek Tirana radiale. Tirana radiale konsiston në studimin e qytetit dhe shtresëzimin historik të qytetit të Tiranës, duke u fokusuar tek rrugët kryesore që e përbëjnë në një farë mënyrë qytetin dhe që e identifikojnë qytetin e Tiranës, duke qenë se në vetvete është një qytet radial, përbohet kryesisht nga akset kryesore të tij që derivojnë në qendër. Dhe përveç këtij elementi kontekstual, elementi tjetër është ai elementi kohor. Pra ne fokusohemi tek një periudhë e kaluar. Kemi zgjedhur periudhën e viteve 80, që është një periudhë më afër nesh dhe nuk kemi larguar shumë në kohë, edhe pse në vazhdim do të jemi ose kemi synimin për të eksploruar edhe periudha të tjera dhe për të parë se si transformimi është zhvilluar. Por zgjedhjet për këtë periudhë kanë qenë dy, e para sepse është periudha më afër me periudhën tonë dhe kemi një gamë materiali arkivor dhe informacioni më të plotë. Dhe aspekti tjetër ka të bëjë me arkitekturën e realizmit socialist, që është një element i cili është përsëri më afër nesh dhe më pak i studiuar, krahasuar me arkitekturën tradicionale apo popullore, që ka patur një lloj fokusi, zhvillimi dhe dokumentimi dhe analizimi dhe përfshirje edhe në librat, po themi, edukativ si stila arkitektonike të zhvillimit në Shqipëri. Ndërkohë që kjo periudhë është ende duke u hulumtuar nga studiues shqiptar dhe nga arkitekt shqiptar. Kështu që ne u fokusuam te kjo për të dhënë edhe dhe për të komunikuar edhe element të studimit dhe të hulumtimit në terma të historisë së arkitekturës. Nga ana tjetër, qëllimi ka qenë edhe pa diskutim të eksperimentojmë këto metoda të reja të avancuara që i vinë sot në ndihmë jo vetëm arkitektit, po edhe studiuesve të ndryshëm, siç është realiteti virtual. Është një mjet në fund të fundit që ne mund ta shfrytëzojmë pa diskutim për të përjetuar eksperjenca, por mund ta shfrytëzojmë edhe për ta parë atë në një kontekst edukativ, në një kontekst hulumtues dhe në një kontekst kërkimor. Duke qenë se ne e pam domethënë mënyrën se si mund të aplikohet VR-i momentalisht në projektet, si mund të shikohet aplikimi i VR-it ose augmented reality në të ardhmen? Domethënë cilat janë ato perspektivat tuaja që keni në të ardhmen për VR-in ose si pritet që të hyjë VR-i në të ardhmen? Pritshmëritë në terma gjeneral janë pa diskutim të mëdha në fusha të ndryshme. Edukimi është një ndër fushat të cilat e shikon përdorimin e realitetit virtual dhe augmented reality si një mjet shumë të rëndësishëm. Mjekësia, pa diskutim, që është një ndër fushat që e ka shtyrë përpara. Thash, në momentin që ne zhytemi, jemi brenda një realiteti imersiv, truri jonë si një organ biologjik e ka shumë vështirë për ta përjetuar ndryshimin.
Dhe kjo aftësi shfrytëzohet shumë nga mjekësia për të parë se si impaktohet sjellja e njeriut e lidhur me përjetimin ose perceptimin që ofron truri. Ndërsa në arkitekturë unë e shoh të rëndësishme në vitet në vazhdim përdorimin e realitetit virtual për të komunikuar transformimet e reja që do t'i bëhen kontekstit urban, mjedisit urban. Sidomos në rastet kur kemi projekte që transformojnë zona të tëra në qytet apo dhe në kontekstet natyrore dhe mundësia për t'i dhënë përdoruesve të këtyre hapësirave të reja ose investuesve, blerësve. Kjo do t'jetë një element i fortë, mendoj unë, në vazhdim për të komunikuar se si do të transformohet dhe si do të përjetohet hapësira. Aspekti tjetër që mendoj se do t'jetë me shumë interes në vijim, duke qenë se po investohet edhe nga Bashkimi Evropian, është përdorimi i realitetit virtual dhe i teknologjisë realitetit të shtuar në trashëgimin kulturore. Trashëgimia kulturore dhe komunikimi i trashëgimisë kulturore, pra muzet, qoftë në këto si muzet hapura në sitet arkeologjike, por qoftë edhe muzet ku prezantohen element dhe komunikohen element të kulturës, përdorimi i realitetit virtual dhe përdorimi i realitetit të shtuar është një mjet i ri komunikimi që i afron edhe më shumë njerëzit me kulturën dhe me historinë që është për t'u treguar nëpër muze. Kështu që në këtë aspekt mendoj se në vitet në vazhdim do të ketë një influencë të madhe. Kjo e fundit tashmë ka filluar. Kemi disa projekte ku është aplikuar ose janë aplikuar këto nocione të AR dhe të VR tek muzet që janë investuar së fundmi nga Bashkimi Evropian. Duke qenë se ne pam aplikimin e VR-it, do të thënë edhe projektet tuaja aktuale që keni, po cilat janë rezultatet që ju keni arritur deri tani me aplikimin e VR-it? Okej. Kjo është një pyetje shumë interesante në fakt, sepse po bëjmë tashmë gati 3-4 vjet që jemi fokusuar tek aspekti i hulumtimit historik edhe i përgatitjes së hapësirës digjitale tridimensionale. Përmes një bashkëpunimi që kemi patur edhe me Arkivin Qendror Teknik të Ndërtimit, i cili na ka garantuar projektet e ndërtesave kryesore të projektuara përgjatë këtyre akseve kryesore të rrugës të Tiranës radiale, dhe ne kemi punuar për t'i modeluar në 3D. Pra kemi krijuar, po themi, këtë hapësirën digjitale. Dhe ndërkohë fal një financimi që kemi marrë nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, kemi krijuar dhe infrastrukturën laboratorike për të gjeneruar realitetin virtual dhe për ta përjetuar realitetin virtual. Dhe në 2 vitet e fundit kemi patur mundësinë të eksperimentojmë dhe të krijojmë sekuenca të përjetimit të kësaj bote virtuale që ne kemi ndërtuar gjatë proceseve të hulumtimit. Kështu që çdo vit në fund të semestrit të parë akademik, me studentët ne zhvillojmë një ekspozit ku prezantojmë zhvillimet VR që studentët kanë realizuar. Edhe këtë vit në janar, në fund të janarit, do të kemi një ekspozit të re brenda mjediseve të Fakultetit Arkitekturës dhe Urbanistikës, ku do të prezantojmë pikërisht këto sekuenca të zhvillimeve VR që kemi punuar mbi Tiranën e viteve 80. Të falenderoj shumë për përgjigjet. Domethënë, edhe një mesazh që ju keni për ato të rinjt që duan që të zhvillojnë karrierën e tyre në augmented reality ose për ato që janë të apasionuar pas augmented reality. Çfarë do ishte një mesazh që ti doje që t'ua dërgoje atyre? Është interesante sepse ndër vite unë kam vënë re se si studentët të cilët vinë të fokusuar tek arkitektura, vitet e fundit eksperimentojnë në fusha të reja të botës digjitale dhe të botës kreative. Dhe i shoh shpeshherë të cilët kanë pikërisht të pasionin për të hulumtuar dhe eksperimentuar me teknologjitë e reja. Mesazhi im është që e ardhmja do të jetë
bashkëjetesa me teknologjinë dhe pasioni është elementi njerëzor që na shtyn ne të ndërveprojmë mirë me teknologjinë. Kështu që ndiqni pasionet tuaja në raport me zhvillimin e të ardhmes. Të falenderoj shumë për pjesëmarrjen edhe për përgjigjet e tuaja. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi për mua, gjithashtu që të prezantoja këto eksperimente që ne po përpiqemi të bëjmë edhe të komunikojmë edhe tek gjenerata e re e arkitektëve, të cilët do të jenë ata të cilët ta shtyjnë edhe më përpara përdorimin ose aplikimin e këtyre teknologjive. Të falenderoj shumë. Rafsh.